Një turiste huaj ka rënë prej një grabitje e mbrëmjen e të mërkurës në zonën e Lungëmarrës në Vlorë, duke shkaktuar shqetësim tek banorët e zonës. Sipas informacioneve paraprake nga policia, një i ri i është afruar turistes dhe i ka marrë me forcë nga qafa varse në Floririt. Menjëherë pas grabitjes, autori është larguar me vrap nga vendngjarja, duke përfituar edhe nga momenti befasisë. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Lungëmarrës në Vlorë, një nga shëtitoret më të frekuentuara të qytetit, aty ku gjatë kësaj periudhe qarkullojnë shumë turistë vendas dhe të huaj. Pas marrjes së njoftimit, menjëherë shërbimet e policisë kanë bërritur në vendngjarje, duke nisur nga kontrollet e territorit për kapjen e autorit. Sipas burimeve policore, personi dyshuar është identifikuar dhe po punohet intensivisht për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Ndërkohë, grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes, si dhe për mbledhjen e provave dhe dëshmive që mund të ndihmojnë në zbardhjen e rrethanave të grabitjes. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që nëse kanë parë diçka të dyshim në momentin e ngjarjes të bashkëpunojnë me policinë.